4 vjet nga tragedia me 45 viktima, rasti Besatransit ende pa epilog gjyqësor. Asgjësohen 20 ton pomfrit me afat të skaduar kishte ardhur nga Holanda për tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vazhdojnë problemet me transportin urban në Shkup, aplikacioni punon, autobus nuk ka. Arsimi Qegranit mundi 3-0 Shkëndijën e Tetovës, ndërsa Bashkimi humbi nga Tikveshi. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Me 23 nëntor, 4 vite më parë, u aksidentua autobusi kompanisë Besatrans, duke lënë të vdekur 45 persona, përfshirë 12 fëmijë. Autobusi, duke u kthyer nga Stambolli, u përplas dhe u përfshi nga flakët në autostradën Struma në Bullgari. Hetimet zbuluan përdorimin e certifikatës së falsifikuar të licencës, por pronari i kompanisë dhe përfaqësuesi i saj nuk ndihen fajtor. Procesi gjyqësor rifilloi në korrik të vitit 2025, ndërsa familjet e viktimave vazhdojnë të presin drejtësi dhe përgjegjësi. Sot shënohet 4 vjetori i njërës prej tragedive më të rënda rrugore në rajon, ku humbën jetën 45 persona, përfshirë 12 fëmijë dhe 7 të tjerë u lënduan. Familjet e viktimave vazhdojnë të jetojnë me dhimbjen e humbjes dhe mungesën e përgjegjësisë për ngjarjen që i mori më të dashurit e tyre. Tragedia ndodhi më 23 nëntor 2021, kur autobusi i kompanisë Besatrans që po kthehej nga Stambolli u përplas dhe u përfshi nga flakët në autostradën Struma në Bullgari. Hetimet e para përcaktuan shoferin e autobusit, i cili gjithashtu humbi jetën si përgjegjës, ndërkaq pronari i kompanisë Bekim Haxhiu dhe përfaqësuesi juridik i subjektit kanë deklaruar se nuk ndihen fajtor. Gjykimi për këtë rast nisi më 15 nëntor 2022, por në dhjetor 2024 gjykata e apelit shfuqizoi vendimin e shkallës së parë dhe lënda rifilloi nga e para në korrik 2025. Të akuzuar janë sërish Haxhiu dhe përfaqësuesi i subjektit juridik Besatrans. Sipas aktakuzës, Bekim Haxhiu si pronari i Besatrans nga fshati Rashqe përmes shoferëve që drejtonin autobusin ka përdorur certifikat licence që nuk është lëshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Me certifikatën e falsifikuar të licencës për qarkullim ndërkombëtar, autobusi është larguar 20 herë nga vendi vitin 2021 nga data 10 janar deri në aksidentin e nëntorit. Mbrojtja thot se nuk ka falsifikim të dokumenteve për të cilën akuzohet drejtuesi dhe kompania. Ata pretendojnë se nuk është bërë dokumenti rem dhe as nuk është ndryshuar licenca ekzistuese për të përdorur si e vërtet, por drejtoria doganore një ditë pas aksidentit informoi se pas kontrolleve të kryera është vërtetuar se autobusi i Besatrans Shkup, i cili është djegur në autostradën në Bullgari, nuk ka qenë fare i evidentuar se ka dalë jashtë shtetit. Për këtë 2 doganierë u suspenduan nga puna për shkak veprimit të paligjshëm. LSDM kërkon dorëheqjen e ministrit të bujqësisë Lupço Tripunovski pas skandalit me fondet IPART. Sipas tyre, një ministër që fsheh informacionet nga bujqit dhe nuk ndjen përgjegjësi për resorin që drejton, nuk ka kredibilitet të jetë ministër i bujqësisë. 2 javë pas zbulimit të mega skandalit me fondet IPART, ministri i bujqësisë Lupço Tripunovski ende nuk po jep përgjigje për pyetjet kryesore që lidhen me pezullimin e fondeve europiane. Kështu njoftoi partia opozitare LSDM, duke sqaruar se ministri në përgjigje të kërkesës së tyre zyrtare për informacion ka dhënë vetëm korniza të përgjithshme ligjore dhe citime nga rregulloret. Tuka počituvani nema niti zbor. Nuk ka asnjë fjalë për arsyet, nuk ka asgjë për kozgjatjen e pezullimit të fondeve IPART, nuk ka asnjë informacion në lidhje me hapat e planifikuar për të kapërcyer këtë problem serioz, një higjë e madhe. Këta njerëz kanë të drejtë të dinë se sa do të zgjas pezullimi dhe kush do t'u ambulojë dëmin nga vonesa. Një ministër që nuk ndihet përgjegjës nuk duhet ta udhëheqë këtë institucion.
Kuzeska tha se ky veprim është fyerje dhe tallje drejt për drejt ndaj 3.000 bizneseve të reja dhe 10.000 vendeve të mundshme të punës, si dhe në vlerësimi i dëmit prej 130 milion eurosh. Suspenzията на над 130 милиони европски пари. Suspendimi mbi 130 milion eurove evropiane nuk është ndonjë formalitet administrativ, por një goditje serioze ndaj mira bujqve dhe kompanive që mbështeten në fondet IPART. Me fshehjen e këtyre informacioneve, Tripunovski rrezikon sistemin e mbështetjes për bujqet dhe thellon dëmin që ata po pësojnë. Ajo tha se LSDM nuk do të rriqet nga kërkesa për përgjigje të plota e transparente që bujqit presin, si dhe nga kërkesa për përgjegjësi. Sipas LSDM-s, gjëja më e vogël që mund të bëjë ministri i bujqësisë Tripunovski është dorëheqja. Një ministër që fsheh informacione nga bujqit dhe që nuk ndjen përgjegjësi për resorin që drejton, nuk ka kredibilitet të jetë ministër i bujqësisë, tha Kuzeska. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka penguar importin e 20.500 kilogrameve patate të ngrira me afat të skaduar, të cilët ishin importuar nga Holanda. Gjatë një kontrollit të jashtëzakonshëm, agjencia konfiskoi dhe shkatroi edhe 2.000 kilogram fileto pule të pasigurta. Operatori ushqimor është shqiptuar ndalimi i përkohshëm i punës dhe një gjop prej 4.000 eurove për shkelje të standardeve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë pengoi importin e 20.500 kilogramve patate të ngrira pomfrit me afat të skaduar përdorimi që më 23 maj 2025. Patatet të importuara nga Holanda ishin të destinuara për shitje në tregun e Maqedonisë së Veriut, informoi agjencia. Sasitë e ndaluara të patateve të ngrira në pranitë e inspektorëve të ushqimit nga agjencia u asgjësuan në mënyrë të sigurt të premten në deponinë Trisla, në bazë të masës së shqiptuar për ndalim importi dhe vendimit të lëshuar me urdhër për asgjësim të sigurt. Nga UV sqarojnë se në kuadër të një kontrolli të jashtëzakonshëm inspektues të një operator ushqimor me origjinë shtazore, u konfiskuan dhe asgjësuan në mënyrë të sigurt edhe 2.000 kg fileto pule të pasigurt. Për shkak të mosrespektimit të procedurave të higjienës së mirë dhe praktikave të mira prodhuese, operatorit ushqimori është shqiptuar mas ndalimi i përkohshëm për punë dhe gjop prej 4.400 eurove në kundërvlerë denari. AUV njofton se vazhdon kontrollet e rregullta dhe të jashtëzakonshme për të mbrojtur qytetarët nga ushqimi i pasigurt dhe për të ruajtur shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. Me 22 dhe 23 nëntor, policia e Shkupit ka arrestuar 7 persona në disa zona të qytetit. Të arrestuarit janë 6 të rinj nga Shkupi, të moshës 21 deri në 31 vjeç dhe një 35 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrolleve, policia u ka gjetur substancë pluhur të bardhë, marijuan, tableta dhe një thik të cilët janë konfiskuar. Ministria e Brendshme njofton se pasi rastet të dokumentohen plotësisht do të ngrihen procedurat e nevojshme ligjore kundër personave të përfshirë. Deri më tani, mbi 33.000 student kanë aplikuar dhe kanë marrë vaucher për blerjen e pajisjeve elektronike, ndërsa mbi 11.000 kanë shfrytzuar atë, ka njoftuar sot qeveria. Aplikimet për këtë mas janë të hapura deri më 20 dhjetor, ndërsa pajisjet mund të merren deri më 31 dhjetor. Ndërkohë, nga qeveria thanë se do të vazhdojnë me politika të reja të orientuara drejt digitalizimit dhe modernizimit të arsimit. Zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva ka njoftuar sot se masa e qeverisë për ndarjen e vaucherëve për pajisje elektronike për studentët po realizohet sipas planifikimeve dhe në përputhje me të gjitha dinamikat e parashikuara. Ajo tha se sipas të dhënave të fundit, deri dje janë shpërndar gjithsej 33.682 vaucher me vlerë prej 15.300 denarësh. Prej tyre 11.500 student tashmë e kanë realizuar me sukses vaucherin dhe kanë marrë pajisjen e tyre të re elektronike. Kjo mas nuk është e rastësishme apo improvizuar, por e planifikuar me kujdes dhe me kohë nga sekretari i përgjithshëm i qeverisë, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Transformimit Digital dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
emergjencës. Ky koordinim institucional mundësoi organizim të shpejtë të procedurave, kritere të qarta për studentët, sistem teknikisht të harmonizuar për shpërndarjen dhe realizimin e vaucherëve dhe transparencë të lartë të procesit. Ajo më të ishtoi se qeveria do të vazhdojë të ndjek realizimin e masës nga tregtarët e autorizuar të sigurojnë mbështetje të vazhdueshme për studentët dhe të përgatisin politika të reja të orientuara drejt digitalizimit dhe modernizimit të arsimit. Thirrja publike për dhënien e këtyre vaucherëve është e hapur deri më 20 dhjetor. Thirrja zbatohet përmes portalit kombëtar të shërbimeve elektronike. Tërheqja e pajisjeve elektronike nga operatorët ekonomik të përzgjedhur duhet të kryhet jo më vonë se 31 dhjetori. Aplikacioni zyrtar për orarët e autobuseve ndonës se përdorur gjërësisht shpesh jep informacione të pasakta, qytetarët raportojnë vonesa të shpeshta dhe mos përputhje mes orareve të shënuara dhe mbërritjes reale të autobuseve. Kjo situatë u shkakton atyre pakënaqësi dhe vështirësi në organizimin e ditës, pavarësisht premtimeve për përmirësim, besimi tek transporti publik mbetet i ulët. Aplikacioni autobusëve shpesh tregon se autobusi vjen për 2 minuta, por këto 2 minuta shpesh ngjasojnë si 2 orë. Qytetarët planifikojnë udhëtimin e tyre sipas aplikacionit, por autobusët sipas humorit të vet. Dhe tani më askush nuk ju beson më këtyre njoftimeve të sakta. Aplikacioni zyrtar për oraret e autobusëve është bërë mjeti kryesor që qytetarët përdorin për të planifikuar udhëtimet e tyre të përditshme. Edhe pse javë më parë, funksionarët deklaruan se shumë shpejt do të kemi një orar të rregullt të autobusëve dhe se qytetarët nuk do të duhen të presin. Siç është shkruar në tabelat informuese, ashtu autobusët do të mbërrijnë. Kjo është ajo që u duhet qytetarëve: autobus të rregullt, në kohë, ekologjik, të pastër dhe të klimatizuar. Megjithatë, sipas udhëtarëve, informacioni i dhënë shpesh nuk përputhet me realitetin. Autobusët vonohen ose nuk arrin fare në kohën e parashikuar, duke i detyruar qytetarët të presin për shumë minuta në stacione. Kjo mungesë saktësie jo vetëm që shkakton pakënaqësi, por ndikon edhe në mënyrën se si qytetarët organizojnë ditën e tyre dhe besimin që kanë tek transporti publik. Po, e përdormi. Po. Jo, nuk janë të rregullt, nuk janë. Do të jenë të rregullt, edhe ne nuk do të vonohem për në punë. I cakt do t'jetë aplikacioni, po do njëherë është me rregull që tash po e presmi tetëshin, ama nuk e dim do njëherë edhe vonohet. Nuk është e sakt, nuk di pse e bojnë ashtu. Farmasa, po të shti ato që janë për gjergjës për atë, do t'jenë të rregullt edhe ato, t'jenë cakt. Që them të drejtën, më shumë më dërgon NIP-i, shkoj në terapi, mirë është, aplikacionin për orarin e autobusëve e kam në telefon, nuk është shumë e saktë, nuk është ashtu siç shkruan, nuk vinë rregullisht sipas aplikacionit. Shumica e qytetarëve shprehen se nuk e përdorin fare aplikacionin pasi nuk është i saktë, ndërsa bëjnë thirrje që të rregullohet në mënyrë që të mund të planifikojnë më mirë kohën e tyre. Nuk e përdori aplikacionin për autobus, nuk i besoj aplikacionit. Bëdihova, pa ku të vjen që atërë? Ja, të së këshirë e që atërë. Këtu s'ka, po do vena që ka, jo. Do vjen 2-3 minuta lunë, 3-5 minuta lunë. Ka pas rendohere që ta i s'ka rëmë. Shtetis nuk funksionon. Duhet me bo, me pas caktume, sa me nejtë a gjë. Ka njerë vinë, ka njerës nuk vinë. Mujnë të rregullojnë aplikacionin. Se kohë nuk vje, ka njerë shumë 11 minuta, vje mas do kohë. Edhe pse aplikacioni zyrtar dhe deklaratat e transportuesve premtojnë përmirësime, qytetarët vazhdojnë të përballen me vonesa dhe mungesë saktësie në informacionin e orareve. Për përdoruesit e transportit publik, besueshmëria dhe rregullësia mbeten ende sfida kryesore, duke e bërë pritje në stacione një pjesë të zakonshme të lodhshme të udhëtimit të përditshëm. Qytetarët e Republikës Srpska po votojnë sot për ta zgjedhur një president të ri, pasi presidenti deri tani Milorad Dodik u shkarkua për shkak se shpërfilli të dërguarin e posaçëm ndërkombëtar për paqen në Bosnjë. Qendrat e votimit u hapën në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllën në orën 19, rreth 1.2 milion votues me të drejtë vote mund të zgjedhin mes 6 kandidatëve, por 2 prej tyre konsiderohen favorit kryesor.
Sinisha Karan, ish ministri i brendshëm, është aleati i ngushtë dhe zgjedhja personale e Dodikut, i cili mbetet kreu i partisë së tij, Aleanca Social-Demokratëve të Pavarur. Grupi kryesor i opozitës, Partia Demokratike Serbe, ka zgjedhur Branko Blanusin, i cili ka akuzuar vazhdimisht Dodikun dhe partinë e tij për korrupsion. Në fillim të këtij viti, Dodiku dënua dhe ju ndalua ushtrimi funksioneve publike për 6 vjet për shkak të mos zbatimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë të Bosnjës. Qindra protestues u mblodhen në qytetin verior izraelit Haifa duke kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe dorëheqjen e qeverisë kryeministrit Benjamin Netanyahu. Pjesëmarrësit brohoritën slogane që kritikonin veprimet e qeverisë dhe kërkonin ndryshim në udhëheqje. Tubimi ishte pjesë e protestave të vazhdueshme mbarkombëtare në të cilat është shprehur kundërshtim ndaj vendimeve politike të qeverisë gjatë muajve të fundit. Protestuesit u bën thirrje autoriteteve të përgjigjen kërkesave popullore për zgjedhje të reja, ndryshe Izraeli ka vrarë më shumë se 69.000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, në ofenzivën e tij në rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke e shndruar enklavën në Rënoja. Një marrëveshje armpushimi mes Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi në 10 tetor, por ajo nuk zbatohet nga Izraeli. Ushtria izraelite ka kryer 497 shkelje të armpushimit në rripin e Gazës, duke vrarë 342 persona dhe plagosur 875 të tjerë. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.